Çështja jashtëzakonisht e rëndësishme është qëndrimi i Edi Ramës ndaj reformës territoriale. Zoti Boçi dhe antarët tanë të komisionit kanë bërë një punë të shkëlqyrë. Kanë bërë një punë jashtëzakonisht serioze. Kanë përgatitur projekte shumë të mirë. Por, në mënyrë të befasishme, Ramaduro ndërpret procesin, kur e pa se mbështetja për finalizim në reformë mbi bazën e parimeve të drejta në interes të qytetarëve po ecën, megjithse se kështu i ka emëruar në krye të dy reforma, ka emëruar njerëz që i ka pengaj. I ka peng me dosje të dy ata. Dhe tani dele u thot, pasi ranë dakord për të kërkuar zgjatjen sepse kishin akoma nuk kanë bërë konsultat në qarkun e Tiranës dhe qark tjetër, me agent të miratur. Akoma nuk ka ardhur ekspertize e pritshme nga Kongresi i autoriteteve lokale dhe regionale. Të gjithë Shqipërinë do ngrem në këmbë. Nuk ka. Nuk mund ta bëj ky si çiflik të personal të tij vendin. Shkoi dje dhe u kthye si kriminal në vend e krimit. Po atë që i ka bërë ai thethi se ja ka bërë asnjë pushtues. Ja u them unë ju. Nuk i kanë ndjek dot ata. Në fakt kur janë fut ato zona kanë lënë kockat. Dhe kanë lënë kockat me mira. Shkon ky edhe ja u rrafshon shtëpitë të ndërtuar në trojet e veta. Dhe u kthye djatje për treguar se imposhti ata. Si imposht kur ata. Nuk kanë posht kush kur ata. Dhe ai për ato shkatrime që ka bërë do bëhet përgjegjës gjerë minutën e fundit jetës tij.